Përshëndetje miqasi, e janë një ditë me mua. Unë këtë video të e bu për çift tamin edhe për çift shumë njerëzve që kanë qef me pa video motivuese të pastrimit edhe që kalojnë të ditën. Mas pari, si qona unë kam qef që me fillu me produktivitet, se nëse rrimën gjatë ratë, atëherë tanë dita më shkon ratë. Edhe zakonisht këto video edhe unë kur t'i shonë për YouTube motivojnë shumë. Edhe për çata thash hajta bëj edhe unë një video se ashtu kështu kam bet pak vetë të shtëpia dhe thash okej, ta bëj një video. Jenë të pramshit nuk I kom la se s'kam pas kohë, kena shku me shoqëni me pi kafe. Këtu mëngjesin e ha me jogurt edhe me feta të bukës. Më pëlqen shumë se nuk marrëndon hiç luktin për mëngjes. Edhe zakonisht e ha me fetat sallames, po edhe me kos. Kjo kuzhinë është e mrekullueshme, po ka nevojë shumë për pastrim se mbesin shaja të ujit kudo. Këtu mandena fillojna edhe mbushim me çokoladë që I kena hongër bashkë me burrin. Edhe vazhdojna me pastrimin e me të tjeshëm. Zakonisht mundona që çdo 2 ditë me pastru edhe me fshi banisen, me fshi strymës. Edhe për shkak që normal ka krosha, që ju mundu me përgatit bukën e kështu me radhë, po me lec plak, do me thonë me gjoker mundura me mshu vetëm një herë në javë, për shkak se du me pas kujdes për pjesën e laminatit. Edhe kështu duket për mrekulli, vjen një aromë shumë e mirë pas pastrimit. Edhe mandina këtu janë donat të stryalgjisë tem, zemrës time, se I lën gjithkon, ama vendosa me pastru të këtë pjesën e patikave, sirtarit patikave, se zakonisht bot me pluhën, se jo dalim ice me kështu me radhë, edhe besoni që krejt këtu janë veç 2 persona, unë edhe burri jam, edhe pjesën e korridorit edhe të shkallme mundona me bo një herë në javë, edhe me licë po ashtu, do me thonë me gjokeri më shaj, se ka gjatë shumë pluhën. Edhe kështu paka shumë përfundon pjesa e pastrimit dhe mandena një pushim të vogël. Këtu janë loçkat e mia që I ka marrë me veti në Gjermani. Ky është një lloj alkooli që vendosi zakonisht në banjo edhe në pjesën e lavabos. Jam tu mundu me bo një ëmbëlsirë se kena miqësonte në shtëpi. Këto janë perimet se po du me bo një gjyvet me qoftën tavë, po mas pari këto zihen, mandena vendosën tavë. Edhe paka shumë ëmbëlsiren e kam përfundu me ana 10 minutave, është shumë e shishme, e lehtë. Këtu e kam vendosën furrë tavën, edhe pres që me arë burri pi pune, me hangër bukë me ta. Edhe paka shumë çdo të dita jame, shihemi në video të tjera. Faleminderit që më ndoqët.